Projekti turistik me vlerë rreth 4 miliard euro që parashikohet realizohet në zonën e Zvërnecit me investitor nga Katari dhe i promovuar nga Jared Kushner, dhëndri presidentit amerikan Donald Trump, mbështetet nga qytetarët e Vlorës. Ata shpreh në favor të këtij investimi duke konsideruar atë si një mundësi të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe turistik të qytetit dhe më gjerë. Sipas qytetarëve të intervistuar gjatë kësaj të marte, projekti pritet të japë një impuls të ri ekonomisë së Vlorës, duke shndruar zonën në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në mesdhe. Ata theksojnë se investimet të kësaj përmase janë të ralla dhe mund të sjellin përfitime afatgjata, jo vetëm për qytetin, por për të gjithë rajonin e jugut të vendit. Të tjerë vlerësojnë se investimi do të ndikojë pozitivisht edhe në infrastrukturë, në rritjen e vlerës së pronave dhe në zhvillimin e shërbimeve të lidhura me turizmin. Sipas tyre, përfitimet do të ndihen në shumë sektorë dhe do të krijojnë mundësi të reja punësimi për të rinjt. Megjithatë, edhe pse shprehin mbështetjen për projektin, qytetarët kërkojnë që të zgjidhen me transparencë dhe drejtësi të gjitha çështjet që lidhen ngushtë me pronësinë. Ata theksojnë se askush nuk duhet të cënohet në të drejtën e tij ligjore dhe se procesi duhet të zhvillohet në përputhje me ligjin. Patjetër. Pro zhvillimit. Është perfekte. S'ka gjë më të mirë. Çfarë mendoni se do të sjellë? Do sjellë zhvillim, qytetërim, të gjitha të mirat. Jemi pro duke zbatuar të gjitha rregullat shtetërore. Jeni pro investimin, do të thotë që jeni pro zhvillimit. Pro zhvillimit. Se në vend në nuk bëhet gjithçka. Në mbështetjet njëri tjetrit, i din shtetarët, i din pushtetarët, mbas kontratave, mbas rregullave, të ecet Shqipëria si vazhdon të eci. Lule Shqipëria si e shikojmë, jo me mlef, jemi të gjithë të një moshti, të një ecurije. Po që brenda rregullave, në rregull, po që jashtë rregullave. Po, pra ju thoni se jeni pro zhvillimit aty. Mirë, tani zhvillim duam neve. Zgjidhen tokat e pronësi, pastaj me rregulla çdo gjë. Po investimit? Me ligj dhe me rregulla. Me ligj dhe me rregulla. Pa ligj dhe pa rregulla nuk jam dakord. Pra jeni pro çdo gjë që bëhet, ku ka ndërtime, ku ka investime, ka punësim për njerëzit e njëri tjetër. Të krijohen mundësit këtu për të qëndruar njerëzit në Shqipëri. Po ikin, po manade. Pra mendoni se janë gjëra pozitive, zhvillime pozitive? Po derisa ka një lëvizje, do të thotë se ka diçka në anat mes, nuk është pa gjë. Po mendimi i njerëzve është i ndryshëm, kështu që nuk i bën dot. I ka një familje që bën dot në mendje. Jo më të bëj gjithë fshatin, apo gjithë qytetin. Kështu që por është për zhvillim ndonjë. Patjetër. Qytetarët argumentojnë se projekte të kësaj natyre e vendosin Vlorën në artën e investimeve strategjike ndërkombëtare dhe sjellin një transformim të rëndësishëm ekonomik për dekadat e ardhshme. Shumica e qytetarëve që mbështesin projektin besojnë se ai përfaqëson një mundësi historike për zhvillimin e Vlorës me kusht që të garantohet transparenca, mbrojtja e interesit publik dhe respektimi të drejtave të pronarëve. Në këtë mënyrë, sipas tyre, investimi mund të shndrohet në një model zhvillimi që sjell përfitime të qëndrueshme për komunitetin dhe ekonominë e Vlorës.